Në këtë edicion do të ndiqni Open Data, platforma më e re e Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë. Çfarë po ndodh me semaforët e Udhkryqit, Bujaroka dhe Ymerpula në Gjakov? IKSHPK publikon raportin për Fruthin, Gjakova aktualisht pa asnjë rast të konfirmuar. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Me qëllim të rritjes së transparencës, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë ka lancuar sot platformën Open Data, njoftimi u bë i ditur në një aktivitet që kjo agjenci organizoi në shënim të përvjetorit të 20 të punës. Aktualisht mbi 10.700 zyrtar publik janë subjekte deklaruese në Kosovë. Kështu u tha gjatë të mërkurës nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, e cila shënoi 20 vjetorin e themelimit duke lancuar platformën Open Data. Drejtori i agjencisë Yll Buleshka i tha se lancimi i platformës përbën një standard të ri të transparencës për institucionin, duke theksuar se kjo ka qenë një kërkesë e kahershme e shoqërisë civile dhe mediave. Standardi i dënave të hapura është standard i transparencës, është standard i afërsisë së agjencisë me qytetarin. Ky mekanizëm ju lehtëson mjaft shumë, po besoj gjithë interesuarve, për të pranuar të dhënat, jo tashmë vetëm në formatin PDF, po në formatet të cilat janë ose Excel apo CSV të tjerë, të cilët janë lehtë përpunueshëm nga ta. Ndërsa udhëheqësi i divizionit të shërbimeve informative, Besnik Dragusha, tha se platforma përbën mbi 44.000 deklarime të pasurisë dhe mundson shkarkimin në disa formate. Ka një database të integruar, e cila po ashtu është teknologjia e Microsoftit SQL serverin. Të dhënat në platformën Open Data merren në mënyrë njëkohore ose një drejtimshë nga databaza e deklarimit të pasurisë, do të thotë sipas standardit që vendos agjencia një herë në javë ose një herë muaj përticohen dhënat, por jo do ta keni çdo herë pamjen kur është bërë përticimi i fundit të dhënave të deklarimit të pasurisë. Në takim u tha se përmes kësaj platforme do të ketë lehtësira të mjaftueshme të qasjes së qytetarëve, por edhe shoqërisë civile dhe mediave, në të dhënat që posedon agjencia si një hap i rëndësishëm për avancimin e transparencës dhe llogaridhënies në Kosovë. Në 6 mujorin e parë të vitit 2026, në stacionin policor në Gjakov është raportuar për një ulje të ndjeshme të aksidenteve rrugore prej 23%, ndërsa një rritje prej 13.5% e numrit të ndëshkimeve për shkelje të rregullave të komunikacionit. Ndërsa sa i përket numrit të raste të evidentuara, ka shënuar një rritje prej 4.7%, krahasuar me periudhën përkatëse të vitit paraprak. Stacioni policor në Gjakov ka prezantuar rezultatet e punës për 6 mujorin e parë të vitit 2026, duke evidentuar përmirësime në disa tregues kyç të sigurisë dhe zbatimit të ligjit. Sipas të dhënave të prezantuara, numri i rasteve të evidentuar është rritur për 4.7%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa zbulueshmëria veprave penale është rritur për 3%. Në fushën e sigurisë në komunikacion, aksidentet rrugore kanë shënuar ulje për 23%, ndërsa gjobat për shkelje të rregullave të trafikut janë rritur për 13.5%, si rezultati kontrolleve më intensive. Po ashtu, realizimi i urdhëresave të gjykatave është rritur për 10%. Komandanti i stacionit policor në Gjakov, Major Milazim Lumi, tregoi për 6 mujorin e parë të këtij viti dhe suksesit që ka arritur stacioni policor në Gjakov.
Stacioni policor do të ka bërë prezantimin e punës 6 mujore, ku kemi bërë analizën dhe kemi krahasuar periudhën e 6 mujorit vitit kaluar, ku kemi po rezultatet tona, sukseset tona dhe eventualisht do aty ku kemi nevojë të përmirësohemi dhe të gjithë mbikëqyrësit, varësit e me që janë në stacion janë zotuar që të vazhdojnë me punë të mira, në mënyrë që të krijojmë ambient të sigurt për qytetarët e komunës së Gjakovës. Nga policia e Gjakovës u theksua se angazhimi do të vazhdoj edhe në muajt në vijim, me fokus në rritjen e sigurisë publike dhe ofrimin e shërbimeve sa më efikase për të gjithë qytetarët. Semaforët e shumëpritur në udhëkryqjen e rrugëve Bujaroka dhe Ymer Pula ndonë se janë vendosur, por të njëjtit ende nuk janë funksionalizuar plotësisht. Kjo pasi shumë shpesh sinjalistika ndezës së ngjyrës së verdhë qëndron më gjatë se sa duhet. E për këtë situatë, nga zyra informimit në Gjakov bojnë të ditur se semaforët janë në fazë testuese. Fikja dhe ndezja e dritës së verdhë në semafor obligon të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të qarkullojnë me kujdes të madh dhe të respektojnë shenjat e trafikut të vendosura në semafor. Kjo gjendje vazhdon të jetë aktuale në semaforët e vendosur në udhëkryqjen e rrugës Bujaroka e Ymer Pula, të cilët gjatë ditës së sotme janë aktivizuar përsëri pas çaktivizimit të shpeshtë. E pyetur për këtë situatë, zyra për informim nga komuna e Gjakovës i tha TV-s që semaforët janë në fazë testuese dhe ndërprerja e punës së tyre po ndodh për shkak të problemit me energji elektrike për të cilin është duke u punuar. Ky udhëkryq që lidh zonat e rëndësishme të Gjakovës ishte karakterizuar me aksidente automobilistike edhe me fatalitet deri në vendosjen e semaforëve, mos kjo që parashihet ta ul numrin e aksidenteve rrugore. Një eksperiencë e bukur i pret adhuruesit të filmit Këtë të premtë. Në ekranin e kino Hyriana vjen filmi Odisej, ndërsa para shfaqjes së filmit, mysafirët do të kenë mundësi të shijojnë edhe koktejle dhe ushqime të ndryshme, si një mundësi mirë për të kaluar një mbrëmje sa më të mirë verore, duke ndjekur historinë e Odiseut. Kino Hyriana po mban gjallë dashurinë për ekranin e madh në Gjakov. Këtë të premtë, 2 herë hapen për premierën e filmit Odiseja, njën nga historitë më të njohura të njerëzimit. Para se të bëhej film, ky tregim i Homerit mbi luftën dhe dashurinë frymëzoi botën për mijëra vjet. Filmi sjell rrugtimin e mbretit Odisej, i cili pas luftës së Trojës niset drejt shtëpisë. Një udhëtim 10 vjeçar me sfidave, përbindshave dhe perëndive, ku Odiseu përballet edhe me ciklopin, të sjell në një version të ri për ekranin e madh. Ndërkohë në shtëpi, Penelopa dhe Telemaku përpiqen të mbrojnë Fronin gjatë mungesës së tij. Premiera Odiseja pritet të sjellë një mbrëmje të veçantë për publikun. Mbrëmja nis nga ora 19 me një event special ku të pranishmit do të kenë mundësi të shijojnë ushqime dhe koktej, ndërsa kulmon në orën 20 me shfaqjen e filmit në ekranin e madh të kino Hyriana. Të veçlit e institucionit parashkollor Ganimetit Tërbeshi nga nesër janë në pushime verore për një muaj. Fëmijët bashkë me edukatorët do t'i kthejnë aktiviteteve me të gjitha grup moshat me 17 gusht 2026. Pas një viti të mbushur me buzëqeshje, lojë aktivitete të shumta të gjitha grup moshat të institucionit parashkollor Ganimetit Tërbeshi për një muaj do të jenë larg kopshtit e ambienteve të tyre shkollore për të relaksuar më shumë me prindërit. Sipas menaxhmentit të këtij institucioni, viti edukativ arsimor u karakterizua nga shumë suksese e kujtime të bukura për secilin fëmijë. Të gjithë fëmijët që aktualisht janë pjesë e institucionit, edhe 134 fëmijë të tjerë, të regjistruar për herë të parë në këtë vit, do të nisin aktivitetet e reja me 17 gusht 2026. Profesionistët e fushës të shëndetësisë vazhdimisht po bëjnë apel te prindërit dhe kujdestarët që të vaksinojnë fëmijët me vaksinën që i mbron nga fruthi. Përderisa në nivel vendi është raportuar për numrin e fëmijëve të infektuar nga fruthi, në Gjakov situata është e qetë dhe aktualisht asnjë fëmijë me fruth nuk është identifikuar.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka përditësuar situatën epidemiologjike me fruth në vend. Nga 16 prilli e deri me 13 korrik në Kosovë janë konfirmuar 63 raste, ndërsa gjatë javës së fundit janë regjistruar edhe 11 të reja. Sipas raportit, komuna e Gjakovës nuk figuron me raste të konfirmuara me fruth në periudhën e lartcekur. Kryeinfermierja në qendrën e vaksinimit në Gjakov na tregon për nivelin e mbulueshmërisë me vaksinën kundër fruthit dhe nëse është në nivelin e rekomanduar. Të bazu në vitet e kaluara, ka qenë niveli deri në 80-85% e mbulueshmëria e vaksinimit me vaksinën e fruthit jazme dhe rubeollës. Edhe këtë vit e kemi një mbulueshmëri të mjaftueshme, duke u bazuar në për dhënat që i kemi se ka raste në për tërë Kosovën. Fatmirësisht në komunën tonë nuk e kemi asnjë rast. E nëse Gjakova nuk ka asnjë rast aktiv aktualisht, kjo situatë është si rezultati i aksioneve dhe apeleve të shumta që qendra e vaksinimit ka bërë, shtoi Berisha. Kemi marrë disa masa, kemi pas një aksion në paralagjen e Bërkosit, paralagjen e Kolonisë. Kemi bërë apel në përmjet televizorit të juaj për më ardhmë mu vaksinu. Se ma mirë të shërojmë, të vaksinojmë, të parandalojmë një sëmundje se të shërojmë. Fruthi është një sëmundje që ka për masa të mëdhaja, mjafton një fëmijë infektun, mundet me pas kapacitet me infektu deri 20 raste, kuptohet të fëmijët që janë asnjëherë me të vaksinuar. Pavarësisht gjendjes aktuale, apeli që prindërit i vaksinojnë fëmijët mbetet i pandryshuar. Ju bëj apel të gjithë prindërve që ju lutem të vinë të vaksinojnë fëmijët se më tepër ka pasoja nëse një fëmijë smuhet për sëmundjes së fruthit. Po ashtu kryeinfermierja apelon që prindërit të mos bazohen në informacionet që qarkullojnë në internet për vaksinat, pasi shumë prej tyre janë të pavërteta. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Open Data, platforma më e re e agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë. Çfarë po ndodh me semaforët e Udhkryqit, Bujaroka dhe Ymerpula në Gjakov? IKSHPK publikon raportin për fruthin, Gjakova aktualisht pa asnjë rast të konfirmuar. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.